Më 26 korrik në të kremten e Shën e Premtes, fortlumturia e tij kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Johani, kryesoi liturgjinë hyjnore në kishën e Shën e Premtes në Divjak, të ringritur nga themelet disa vite më parë. Me kryepiskopin Johan bashkëmeshoi mitropoliti i Beratit Hirësi Asti, së bashku me klerik nga kryepiskopata e Tiranës dhe metropolia e Beratit. Në mesh morën pjesë shumë besimtarë nga fshati Shën e Premte, e Divjaka, Lushnja, Durrësi dhe nga zona të ndryshme të vendit. Kryepiskopi Johan gjatë predikimit u shpreh se ishte i gëzuar që meshonte në një kishë kushtuar kësaj martire, e cila numërohet mes shenjtorëve më të dashura të Ortodoksisë, ndaj edhe në mbar botën ortodokse ekzistojnë mijëra kisha me emrin e saj. Sot do të falenderojmë të gjithë ata që kanë kontribuar për ndërtimin e kësaj kishe kushtuese e martirit të madhe. Një kohë kaq bukur dhe një vend kaq të bukur. Dhe ti lutem shëntorës të madhe, të ta ndihmojë kishën tonë, na ndihmojë ne, vendin tonë e gjithë popullin tonë, sepse lutja e të drejtëve ka shumë fuqi për shkrimin e shenjtë. Ju uroj të gjithëve të zgjuar të përshëndet të ditë, e Perëndia të ndihmojë, të mbrojë ju, familjen tuaja, fëmijët tuaj dhe litrin tuaj. Amin. Me mbajtjen e liturgjisë hyjnore në kishën e Shën e Premtes në Divjak, kushtuar shenjtores dhe martires së madhe të kishës ortodokse, fortlumturia e tij kryepiskopi Johan ka zhvilluar edhe vizitën e tij të parë në Divjak. Në meshën e zhvilluar mori pjesë edhe kryebashkiaku i Divjakës, Josip Gorea, i cili u shpreh. Është një nder i veçantë për gjithë ne që jetojmë në këtë trev. Kjo është hera e parë që prania një kryepiskopi vjen tek ne për festën e një shenjtore. Dhe kjo na bën me emocion. Faleminderit gjithashtu Hirësisë të Astit, i cili ka qenë i pranishëm gjithkohës, pranë nesh, me marrjen e detyrës ka ndihmuar jashtëzakonisht që komuniteti ortodoks, por dhe kisha që kemi për qarkas, të jenë në lartësinë e duhur. Bashkia ka qenë dhe do të jetë pranë komunitetit ortodoks, po gjithashtu edhe pranë jush, në mirëmbajtjen e kishave dhe shtrijen e këtij besimi sa më gjatë. E veçantë është dhe shumë e vërtet është e gjithë kjo që shikoni. U ndërtua me dëshirën dhe me frymën e Zotit. Ta gëzojmë të festë. Faleminderit shumë për lumturi, për ardhmën tënde, faleminderit Asti, faleminderit gjithëve për këtë festë bukur. Le ta gëzojmë së bashku. Gëzuar. Arqilek Gorea, nismëtari i ringritjes nga themelet të kishës së Shën e Premtes, i ka shprehur mirënjohjen e thellë kryepiskop Johanit për meshimin e tij në këtë kishë, që ka mundësuar mbi popullimin e saj me besimtar, pasi kisha, theksoi Gorea, i mban njerëzit larg rrugës së keqe dhe brenda të mirës, cilësi kjo e edukatës të mirë që predikon feja ortodokse. Du të falenderoj edhe atë pandin, po mbi të gjitha du të falenderoj Hirësin, Astin dhe kryepiskopi që pranoi lutjen tonë. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Prezenca e juaj këtu bëri që kjo kishë të mbi popullohet, sepse kishë parë. Më kujtohet kur e kemi inauguru, jo këtu më ena për dhe ashtë të bori që zhbutë në një. Por, do të flasim shumë të njerëzit. Gojmë që ishi shejtorë. Qa bën ato për njerëzit? Që njerëzit të kthehen me fytyrë nga kisha, të kthehen me fytyrë nga Zoti, dhe mos marrohen fjalët e Ignatit, kur i inaugurum themelet e kësaj kishe, që tha, kush hap një kishë, ka mbyllur një burg. Me të vërtetë ishin fjalë që më mbjellën në mendje. Prandaj me plot dëshirë, me plot zemër, të uroj dhe një herë për veprimin që bëre, sepse na jepë njerëzit të tjerë. Dhe të jeni shumë mirënjohës, se nuk mjaftojnë godina e rëndësishme shpirtit. Ka që futet në godina dhe sjell popullimin.
ju sollu të purimën, për të mërë. Dhe për te ju jetë pak. Dhe falenderoj dhe këto njerëz që në përgjithësia këtyre pame, që besojnë në Zotë, besojnë të këshën e premtja, të këshën e kejtë, edhe sigurisht që të njerëz janë largë rrugës kejtë, janë brenda smirës, janë brenda asaj që duhet të kemi më nga vetë. Dhe për këte unë e falenderoj më shumë se për çdo gjë, fenë tonë ortodoks, e cila është një libër i madh i virtuteve njerëzore. Të shpëtojë shpirtët tona. Ceremonia kishtare u mbyll pas meshës së shenjtë me procesionin e besimtarëve përreth kishës. Që të shpëtojë shpirtët tona. Se ti e Perëndime mëshirues dhe njëri dashës dhe ty të drejtojmë lavdinë, Atit e Birit dhe Shpirtit Shenjtë tani e për erën e jetëve. Gjithë të krishterëve, shprestar dhe ortodoks që banojnë dhe ndodhen në këtë fshat, e noritëve, epitropëve dhe ndimtarëve të kësaj shtëpie të shenjtë. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Shëguaj lavdinë e qetë, osën e brevte aslopone, në guron shërime gjithë një bateti.